Unë është shumë nevojshme kur drejtohesh publikut me folë sinqert. Edhe s'ka këtu akuza. Është premtim publik, kur e thu fjalën në publik, je rob i saj. Ke premtim se ke realizu, thu se kom realizu, kom dështu, në fund, jashtë të mashtrim edhe jenë regull, dhe më thonë, mblidhet ai komplet. Ajo që është më rëndësi, unë menaj që turp, për se cilin me mohu të kalumen e vetë. Kur folet për 20 vjeqarë, unë s'kom qenë asherë, e kem kryetari Nike që ka qenë 23 vjetë. Në këtë 20 vjeqarin që flitet, kë 23 vjetë. Fillimisht diku, pastaj diku tjetër, në fund tash se dim ku ka me shku, po deri këto erdhëm jemi në rregull. Po kthejnë atë furnizimi me ujë. Po. Fondet zvisrane janë ato të cilat kanë investu dhe asnjëherë nuk potencohet në tubin i cili vjen nga lagja e Kuvajtit deri tek rezervuari tek kisha, domethënë nuk e dëgjon këto. Dhe ai fi 400 që u përmend shumë herë është fond zvisran. Prapë se ka bo zgjidhjen sepse s'ka qenë në fokus. Nëse flet dikush që unë kam marrë këtu për hallet e qytetarëve dhe si kanë mjaftuar 23 vjet, edhe sa duhen. O 23 vjet s'ka qenë kryetar. S'ka qenë kryetar, por 23 vjet ka qenë pushtet. Ka qenë në kuadër të lidhjes demokratike. Po flas për ata që mohojnë të kaluarën e vet, edhe po prapë s'mohohet se është interesant llapjon mojnë me anë shumë. Dhe kjo është mirë. Se është tepër e mirë. Memoria është diçka që është edhe lezetshëm për kthehet në fund. Ajo që është në rëndësi, cila është besueshmëria e diçkafit që Kushtrime ka periudhën sa duhet me fola, po do të vajap fjalë me njerëz, jo do të keni mundësi ju ta kontrareplikoni. Cila është kushtrim të marrë ju drejtu qytetarëve të lutna se po, kundrosë kontrareplik më shkurt se zoti Shabani. Edhe pak kryetari na përmbyll pastaj ju. Zgjidhet me rezervuar, jo me projektin e liçenit të Pallatës sepse nuk i ka qytetari edhe 15 vjet me i humb, sepse sot vetëm pak nga projekti i liçenit Pallatës minimumi 10 vjet e ardhshme nuk ka, domethënë nuk do të vjen një piku nga një ujësjellës, sepse ky projekt fillimisht deri tani është në fazë projekcioni dhe asgjë s'është bërë aty. Asgjë, domethënë është ashtu siç ka qenë. E dyta, si ka mundësi nëse kaq shpejt do të bëhet liçeni i Pallatës, aty vazhdohet mu investu në rrugë, rrugica, mu investu. Faleminderit shumë, zoti Bulliçi, kundër përgjigje. E para, pastaj zoti Shabani. Këto çka i flet kundër kandidatë, e para ai gëp që ka orë pesha i kofësin në podirë, s'është investimi fondit Zvicran, do mund s'ka asë një informat, absolut. Fondit Zvicran ka investu në Orlan, ka investu në ujësjellësin e Orlanit, edhe në impjantin ujra zeza në Orlan, prandaj kjo është një shaj që ky person si merr vesh to sene dhe diçka duhet me folë sepse jemi në debat, edhe mirë që po e merr edhe guximin me folë, por kë nuk është ai që i zgjedh problemet, sepse kush i zgjedh problemet të qytetarëve dhe si i çon projektet përpara, tashmë kemi dhënë shembull natë, mjaftu shumë këtu, këta 20 vite në konç ato s'kan mujt me zgjedh. Tash po thojnë kthen edhe një herë se kemi harruar atë me zgjedh, tash kena me zgjedh. Por sidoqoftë, ne vazhdojmë me punë konkrete, e thash qartë, do i marrim edhe 50 litra ujë për sekond. Dhe po dujeva do i merë prej 200 në 250 litra ujë për sekund dhe do të permisohet ndjeshëm furnizimi me ujë nga ky burim i cili është për arsye se tashmë për pak ditë do të vëhet në funksion akumulacioni i Badovcit, do të ohjeka i Mangani dhe do të fshohet Badovcit, do ta furnizoj Prishtinën dhe ne bashkëpunim me ujësjellës në Regional Prishtina do i kthejmë edhe 50 litra shtec për qytetarët tanë, që është një zgjidhje e përkohshme, jo e përhershme dhe do të vazhdojmë. Tashmë po dujeva i ka 2 gypa, një ka fi 300, tjetrin e ka cilin e kemi